Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në puntatën e parë të emisionit Mbrapa Maskës. Unë jam Migla Sallaku, moderatore e këtij emisioni, ku bashkë të shihemi çdo të diel në orën 9. Emisioni Mbrapa Maskës trajton histori të cilat shihen mbrapa buzëqeshjeve, mbrapa videove, fotove apo rrjeteve sociale. Dhe pikërisht këtë temë unë ja kam dedikuar tërësisht femrave. Forca për të mbajtur maskën, femra të cilat ishin si të forta, por janë të lodhura nga brenda. Dhe pikërisht në këtë puntat unë kam ftuar psikologen Anthi. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen tënde dhe që këtë fillim emisioni unë po e nis me ty. Faleminderit dhe ju, tema është shumë interesante dhe ka nevojë të trajtohet. Ju jeni psikologe prej sa kohësh? Unë kam 5 vite që punoj si psikologe në institucione të ndryshme, pra kam punuar në shkolla, tani punoj tek shërbimi social në Tiranë, kam edhe një klinik timen që trajtoj raste problematike të ndryshme, si me të rritur, ashtu edhe me fëmijë. Dhe duke marrë kohën tënde, padyshim që ke trajtuar raste nga më të ndryshmet, të femrave qoftë adoleshente, të vajzave, të femrave, të grave të divorcuara, të grup moshave të ndryshme, apo jo? Patjetër që po, ashtu si vetë individët që janë të ndryshme, edhe problemet janë të ndryshme. Cilat janë ato grup mosha që bien më shumë në sy tek një psikologe, do të thonë që vinë më shumë femrat që janë... Atëherë, nëse do flasim për gruan në tërësi, nuk kam një moshë të caktuar, por problemet... Që është më dominante, kam fjallën. Problemet kryesore dhe nëse gratë kërkojnë të vinë në klinik, kërkojnë ndihmë për vajzat e tyre, mosha më problematike është gjithmonë mosha e adoleshencës, pra nënat kërkojnë ndihmë si të kenë një sjellje ndryshe, pra si të kuptohen me vajzat e tyre. Si të sillen, e kanë problem sjelljen kundrejt vajzave? Kërkojnë një sjellje më eksperte, pra ndaj moshës që i përket moshës nga mosha 14 deri në moshën 18 ose 19, edhe duke vënë fokus edhe rrjetet sociale tashmë që janë bërë problematik për prindrit. Këto janë moshat më problematike, pra adoleshenca. Nëse do flasim për gruan, pastaj ka probleme nga më të ndryshme, pra kemi... Çfarë më falë të ndërpres, jo mos ta kalojmë kështu si temë. Çfarë hasin më shumë vështirësi prindërit, domethënë nënat tek vajzat e tyre adoleshente që kërkojnë mendimin e një psikologeje? Kanë frikë se mos fshehin diçka, shohin ndonjë... Rrjetet sociale, pasigurit, pra fëmijët që kanë, gjërat që bëjmë fshetas prindërve, çfarë i çon fëmijët në një gjendje ankthi, në depresion, vetmia, izolimi, janë shumë faktor të ndryshëm. Pra, varet dhe nga familja, pra kemi nëna që rrisin fëmijët vetëm, kemi prindër që nuk janë të ndarë, po s'kanë një marrëdhënie të mirë. Kemi dhe familje të shëndetshme, pra që mendojnë që dështojnë edhe me fëmijët e tyre, pra janë të ndryshme, janë raste të ndryshme. Te këto prindërit të cilët janë në një martesë, që fatkeqësisht domethënë janë afër dështimit, mund ta quajmë, mendojnë se këto femra mbajnë më shumë pjesën e maskës. Asnjë grua nuk lind me maskë. Pra, ato i veshin maskat sepse i është thënë kjo gjë që duhet ta tregojmë veten që të jenë të forta. Pra, nga është thënë kjo gjë? Kjo gjë është kultura jona? Kjo gjë merret që në vogëli, mënyra se si ti rritesh. Pra, ne kemi kulturën, pastaj kthehet në një edukat dhe pas edukatës kthehet në një mbijetesë. Pra, nëse në fillim ti je në një familje shqiptare tradicionale, pra është ajo kultura ku nëna do të thotë që ti asnjëherë nuk duhet thuash që je lodhur. Pra nëse babi do të kërkoj ta shtrosh tryezën, ti duhet ngrihesh edhe ta bësh atë, nuk duhet të thuash jo. Nëse vllai të thotë ma merr këtë gjën, ma e kuros këtë mishën, patjetër që ti duhet çohesh edhe t'ja e kurosësh. Pra janë gjëra të trashëguara dhe vinë si pasojë, më pas kthehen si një edukat dhe më pas ne këto i pasojmë dhe në familjet tona. Në momentin që nuk është një gjë vullnetare dhe është një forcë, ajo kthehet në një mbijetesë, pastaj kthehet ti duhet jetosh me atë dhimbjen, pra me atë gjë që ti nuk e dëshiron si vullnet. Si ndikon kjo pjesa e maskës tek personaliteti i femrës? Kemi dy lloj modelesh, pra kemi gra të forta, kemi edhe gra që janë më pak të forta, që mos ta themi të dobta. Kemi edhe dy lloj maskash, pra kemi gratë që përdorin maska për të dukur të forta, kemi edhe gratë që përdorin këtë metodë maske në anë viktimizimi, pra për të treguar atë gjë që nuk e transmetojnë dot,
por ta treguar në një pjesë që ato viktimizohen, pra duke bërë sikur janë të smura, për qendër të vëmendjes, sikur nuk po ja dalin dot, sikur janë të lodhura, pra kemi dy anë të kundërta. Vëmendjen familjare, vëmendjen e partnerit, varet nga problematika që ka, vëmendjen e fëmijës, nëse fëmija ndoshta nuk të jep atë çka ti jep, pra dhe ti kërko vëmendje në shumë mënyra, e kërkon, nuk e arrite dot ta kryesh në këtë mënyrë, do ta kthesh në një mënyrë viktimizimi. Pra dhe prindi shpesh e përdor maskën e viktimizimit me fëmijën, duke i thënë që unë investova për ty, bëra për ty, pse ma kthe në këtë mënyrë. Pra janë traditat shqiptare që është një zinxhir, pra një kalvar i kulturës, edhe më pas tash është bërë si një rutinë e përditshme. Po vajzat adoleshente, kanë këto gjë me që të cekën pak adoleshencën në fillim fare tek ana e prindërve? Dëgjoj, është shumë e rëndësishme mënyra se si rritesh. Pra, nëse ti ke një model prindërimi në shtëpi që do ta shikosh që ti mban këtë maskën e viktimizimit ose këtë maskën për të qenë e fortë, pra mos për t'i treguar të tjerëve që ti je shumë e fortë dhe brenda vetes ti je thyrë, sigurisht që do ta pasojë edhe fëmia në adoleshencë edhe kur të jetë më e rritur. Pra, mënyra se si i edukojmë në fillim fëmijët është shumë e rëndësishme. Pra, unë bëj një thirrje të gjithë nënave shqiptare që duhet i edukojmë vajzat e tyre të dinë të thojnë dhe jo, pra, të kërkojnë dhe ndihmë, të kërkojnë dhe vetëm të dëgjojnë, edhe nëse nuk ndihmojnë, është shumë e rëndësishme. Pra, kjo parandalon shumë gjëra, parandalon ankthin, parandalon një depresion. Ka femra që vinë edhe trajtojnë një rast të tyre të tillë, që ti mund ta cekësh të parin, domethënë kur e kujton, të vjen ajo në mendje. Ka shumë femra që vinë edhe kanë veshur maskën e buzëqeshjes, do thoja unë. Pra, më kujtohet një rast, ka qenë një nën në moshën 40 vjeçare, nën e 2 fëmijëve, dhe kur më ka ardhur në klinik, nuk e kuptova fare problemin që kishte. Pra, ajo ishte e divorcuar me bashkëshortin, bashkëshorti ishte jashtë Shqipërisë dhe nuk e kishte treguar këtë gjë, madje as prindërve të saj, dhe mbante gjithmonë të maskën e buzëqeshjes dhe as fëmijëve madje nuk ja kishte treguar, dhe mbaj mend që kur e kemi trajtuar si rast ka qenë shumë e vështirë, sepse ishte momenti kur më tha që u lodha duke qenë falso. Pra dhe vetë e kuptojnë, dhe vetë femrat e kuptojnë që ndoshta është një gjë që nuk duhet ta bësh, po thjesht në këtë kulturë jemi rritur. Pra, këtu ndikon edhe pjesa e mentalitetit. Pra, pak parajgjikimi më patjetër që po, mentaliteti është hapi parë. Pra, ne nuk duhet i tregojmë dikujt tjetër që ne nuk jemi mirë, ne nuk ja dalim, ne nuk duhet të tregojmë që jemi smur. Pra, të gjitha këto gjërat bëhen bashkë dhe pastaj shpërthejnë në simptoma të ndryshme që mund të jenë edhe fatale, mund të shkojnë në një depresion madhor që kërkon pastaj edhe ndihmën e një psikiatri ku ti mund të ndiqesh me medikamente. Domethënë kjo gjë që nga aq e fortë sa ty të vendos edhe një barrierë edhe tek fëmijët. Patjetër që po, është marrëdhënia prind-fëmijë është zinxhiri i parë. Domethënë si gjithmonë përdorim atë shprehjen që fëmijët janë pasqyra e prindërve. Pra dhe ne kemi zakone që kemi parë nga prindrit e jonë dhe i bëjmë po njësoj ashtu si prindrit tanë. Pjesa kur ne për shembull në një familje tradicionale thonim që do pyesësh babin nëse do të shkosh në ekskursion. Pra domethënë do të ka nga ato raste që pyet babin, babi thot pyet mami, pyet mami, babi thot pyet. Edhe kjo është shumë interesante, madje para disa ditësh e kam biseduar me disa kolegët e mia dhe thoja, pse u tallnin prindrit tonë më përpara dhe unë pse bëjnë edhe prindrit e mi. Pse kishe këtë sjellje? Do të thonë kur ne kërkonim diçka, shkoja te mami thotë, po duhet pyesësh babin. Kur shkoja te babi, po të ka dhënë leje mami, do shkosh, ndërkohë që bashkë e kishin pra një mirëkuptim që por ne do ishte jo e lezetshme, e ku për t'ja ngesur njëri tjetrit. Ndoshta, po nuk është një zgjidhje. Pra, prindi duhet ta kuptojë që edhe fjalën jo duhet di se si ta përdori. Pra, nëse unë për shembull në adoleshencë mami dhe babi, unë nuk kam qenë ky rast, por nëse do ishte ky rast që do më thonin jo,
jam e sigurt që do t'i mirja i natë në thojza për momentin prindit e mi, se ishte një gjë pa shkak, kur unë shikoja gjithë bashkëmoshataret e mi që shkonin u argëtonin, po unë pse t'u ndjeja e veçantë në një anë, pra që mos t'u bashkoja grupit. Në fakt, po, është e vërtet, ka për shembull plot raste në shoqërinë time, tani flasim për moshën më të vogël, këtë moshë, e kupton? Që shumica kanë qenë është frika ose i mbajnë fëmijët shumë vetës derisa arrin në fazën. Po kjo frikë i shoqëron gjatë gjithë jetës. Pra, domethënë, nëse ajo ka marrë gjatë gjithë kohës ato jot, është e padyshim që do ta transmetojë dhe ajo tek fëmijët e vet atë jo, se ashtu është rritur, ashtu është edukuar. Pra, edukimi është baza kryesore. Është shumë e rëndësishme kjo. Dua të cekem pak në fillim fare, se nuk duhet të ndërprisja që the, kam trajtuar një rast, domethënë rastin që shpjegove, edhe the që as fëmijëve të tyre nuk ja kishin treguar. Zonja në fjalë ishte në një punë shumë të mirë, pra, sepse ne gjithmonë kemi edhe këtë paragjykimin që duhet të ruhemi pra për marrëdhënie me punën, se kolegët që e gjithë dëshira jonë është që ne të jemi të pranuar pranë shoqërisë. Të gjitha për shembull ndoshta fasadat që ne i vëmë vetës, i bëjmë për të pranuar dhe për të qenë pranishëm në shoqërinë tonë. Dhe zonja në fjalë ishte në një punë shumë të mirë, pra ku nuk donte të ndjente e paragjykuar, dhe duke menduar që fëmijët nuk mbajnë sekrete, janë shumë të çlirët, e kishte filluar mbylljen e hallkës që tek fëmijët, pra domethënë tek familja e saj, mbante një barë shumë të madhe brenda vetes, luftonte me veten në heshtje. Ishte shumë e vështirë, kemi biseduar pafund, unë të gjithë pacientëve të mi, gjëja e parë që ju them është që ne nuk duhet gënjejmë veten njëherë. Nëse kjo është akoma një peshë akoma më e madhe, nuk po e ndihmojmë veten kur e gënjejmë. Akoma i shtojmë vetes një problematik më shumë që duhet trajtuar më shumë. Pra, gjithmonë duhet gjejmë një rrugë të mesme që na ndihmon të dy palët, që kjo rrugë të na nxjerrë në një drejtim të duhur. Në shoqërinë tonë kaq e fortë është pesha e paragjykimit? Shumë. Kur e them shumë, e them duke nisur që nga vetja. Nëse unë për shembull dua të them në rrethin tim familjar ose në shoqërinë time që unë nuk jam mirë, nuk e përballoj. Ti je psikologe, pse duhet ti duhet na trajtosh dhe ne, duhet na japësh mend dhe ne, duhet na thuash dhe ne kështu, pse ti do dorëzohesh, domethënë harrojnë që unë funditës jam një njeri me ndjenja, mund të kem probleme në familjen time, në jetën time personale. Pra, unë psikologe jam në pozicionin e punës, po në fund të ditës dhe unë kam nevojë të shkoj te psikologja, se jam njeri me ndjenja. Ka nevojë psikologe të shkoj te psikologe. Patjetër që po. Edhe unë kam psikologën time personale që shkoj. Patjetër që po, është shumë e rëndësishme, aq më tepër ne që kemi shumë ngarkesë, pra ngarkesa emocionale, dëgjojmë histori të trishta pafund, futemi në botën e tyre si ti ndihmojmë, e kemi akoma më të vështirë ngarkesën, normalisht që kemi nevojë për një profesionist. E çuditshme më fakt kur e mendon që një psikologe mund të trajtojë me mira raste në muaj, por ka nevojë për një psikologe për të trajtuar veten e saj. Po, është e nevojshme. Se edhe në fakt më vjen ai mendimi, ti kur këshillon një person, pse nuk e këshillon veten tënde? Apo nuk është aq që sado që të mundohemi? Dëgjoj, ne nga ana profesionale jemi shumë të përgatitur. Pra, dhe nëse unë kam një problem, mundohem mos ta shfaq dhe për pjesën profesionale. Pra, unë mund t'i në shtëpinë time, mund të zbraze, mund të qaj, mund të kërkoj shumë pse tek vetja ime, por këtë nuk mund ta tregoj në publik, pra sepse kam zgjedhur t'jem kjo. Kjo nuk është mask, po unë kam zgjedhur që t'jem kjo, që unë të ndihmoj ty, po sigurisht që dhe kam nevojë të ndihmoj veten. Por ne si psikolog nuk e lëm veten, pra, nuk e lëm veten të sëmuremi nga mendimet e këqija. Pra, dini se si ta menaxhoni situatën. Patjetër që po. Është shumë e rëndësishme. Çdo gjë e mirë fillon nga vetja. Pra, nëse unë jam mirë, të transmetoj dhe ty energjinë time të mirë. Nëse unë do kem një ditë të keqe dhe të shkoj në punë, sigurisht që nuk do bëj maksimumin tim për ty. Unë para pak muajsh më ndodhi një gjë familjare, një problem shëndetësor i madh, edhe mu desh
të shkëputej pra nga puna, sepse nuk arrija domethënë ta bëja që gjithë atë ngarkesë që kisha, t'ja transmetoja njerëzve që vinin në klinikën time, e kuptova që kam nevojë të marr kohë. Pra dua të them që njerëzit duhet ta kuptojnë që nuk është maska çdo gjë, pra duhet kenë kohën e tyre, më mirë të marrin pushim një kohë dhe të trajtojnë veten sesa të hiqen, se ajo pjesa që ti hiqesh dhe përdor atë maskën të ndikon më keq. Pra, nuk është zgjidhje, është thjesht një alternativë që na është mësuar për kjo është e vërtetë, dhe mos e kanë juve që jeni psikologë, ju jeni të parë që do ta keni pjesën emocionale patjetër që po 100% për ta përcjellë edhe tek pacienti më pas. Të gjithë individët që kanë probleme, jo vetëm të shëndetit mendor, pra probleme familjare, probleme me fëmijët, një pakënaqësim në punë, në ambientin e punës, është shumë e nevojshme që të këshillohen me një profesionist, të kenë një aktivitet ndryshe nga përditshmëria, pra të bëjnë një alternativë të vetes tyre, kush janë gjërat që ju pëlqejnë dhe kush nuk janë gjërat që nuk ju pëlqejnë. Pra është shumë e rëndësishme që ti t'japësh kohë vetes, të merresh me një aktivitet fizik, lexosh një libër, të bësh një shëtitje. Këto të ndihmojnë shumë që të dalësh nga vështërsia. Pra, ne nuk po themi që ti e zgjidhe këtë problemin dhe s'do kesh më. E gjithë jeta jote do ketë patjetër problematika rrugës, se është koha e tillë. Por është shumë e nevojshme që ta trajtosh dhe vetveten pa shkuar te psikologu, duhet bëhet kulturë. Nëse ti e trajton, është faza e parë, besoj. Patjetër që po. Pastaj mund të kërkosh një ndihmë ke një profesionist. E pastaj më radh, profesionisti mund të thotë të shkosh diku tjetër, të orienton. Për shembull, un kam pas shumë raste që nuk kanë qenë në klinikë, nuk kanë qenë për terapi, por kanë qenë te pjesa e psikiatrit që kishin nevojë të merrnin medikamente. Pra, psikologu është dhe një sugjerues shumë i mirë. Kanë komplekse njerëzit të vinë te një psikolog? Më shumë dua të di rastin e të rinjve, se këto janë pak me mosha e të rinjve janë pak me komplekse. Kanë frikë të tregojnë. Unë do thoja të kundërtën. Unë trajtoj raste me adoleshent ku nuk ju tregojnë prindërit tyre që vinë në klinikën time dhe çfarë probleme të tipit kanë që kanë frikë t'ju tregojnë dhe pjesa e mungesës prindërimit ka që ju ka ndruar jetë prindrit, pra janë këto vështirësitë, ardhja nga vendet e tjera në Tiranë për të studiuar, ngarkesat emocionale, presioni shoqërisë të re, pra janë shumë raste dhe shumë faktorë që trajtohen dhe prindërit janë një ndalues, pra janë akoma në atë pjesën e paragjykimit që mendojnë që nëse ti do shkosh te një psikologe, pra ti nuk je i smur dhe të shkosh atje. E kanë akoma këtë pjesën e paragjykimit. Po të rinë ndoshta edhe kjo pjesa që tani shikojnë nëpër media sociale, emisionet që ju bëni, domethënë janë një ndihmë shumë e madhe për të rinj, pra ju dërgoni mesazhe, përcjellni mesazhe që janë shumë të nevojshme dhe ne ju bëjmë thirrje gjatë gjithë kohës që nuk është gabim pra ta bësh këtë gjë. Ne jemi psikologu është një prind i dytë pra i fëmijës, e dëgjon atë pa i gjykuar. Ndonse prindi do ta gjykoj, psikologu e shikon anën që nuk e gjykon, pra thjesht ta ndihmoj. Në cila fazë të ankthit janë pjesa e të rinjve? Se unë me sa di ankthi ka disa faza, disa agravime. Apo thjesht shqetësime që prishin dhe emocionalitetin atyre gjatë ditës? Ankthi, pjesa e ankthit, ka persona që nuk kanë fare ankth dhe vinë të diagnostikuar vetë dhe më thonë mua që unë vuaj nga ankthi, them unë, po më trego shenjat që vuan nga mund të ketë një problematik të vogël, një debat me nënën, me babajnë, me vllajën, me motrën dhe mendon se ajo pjesa e argjitimit është gjendja ankthi. Pra dhe kërkojnë shumë tani në internet informacione pafund ku mendojnë që ato simptoma ju përkasin atyre. Pra është një keq, edhe është një keq informacion ku mendojnë të diagnostikojnë veten. Shumica e rasteve që kam pasur në klinikën time, nuk është se kanë pas në një gjendje ankthi për t'u trajtuar. Pra thjesht kanë ardhur vetë të diagnostikuar që kemi këtë. Janë gjëra që kalimtare, që kalojnë të moshës. Kemi edhe raste, kam trajtuar edhe raste që janë me atak paniku, për shembull që janë njerëzit që kanë fobi, kanë kaluar një depresion, kanë qenë vetë izoluar. Janë raste të ndryshme.
pse e kanë të nevojshme që gjithmonë kur ka një pasiguri, po them në vete, ose mendojnë se kanë ankth, direkt futen në Google, ose tani ta them më saktë futen në ChatGPT e para punës, sqarojnë të gjithë problemin atyre dhe diagnostikojnë vetë. Dhe vjen tek psikologja, unë kam ankth, thjesht më thuaj tani si të dal nga kjo. Sepse këtu fillon mungesa prindërimit. Pra, nëse unë më përpara kisha një simptom, mund kisha një temperaturë ose një njoll në trup, gjithmonë ju drejtoja nënës për të ma shpjeguar, pra pse më ka dalë, ose dhe nëna ma tregonte ashtu siç ishte, ndërsa tani prindrit kanë edhe mungesë informacioni, sepse ka dalë shumë gjëra të reja. Të flasim për dikur nuk u njifte fare, gjendja ankthit, atak paniku, depresioni kanë qenë, domethënë kanë qenë në heshtje. Pra, ka pasur raste, po kanë qenë në heshtje, ndërsa tani fëmijët për shembull lozin dhe me prindit, nuk duan të bëjnë dëshirat e veta dhe i thojnë prindërve që ai më bullizon, nuk dua të shkojnë në shkollë. Ja, unë djem i bullizuar, kam këto simptoma, pra interneti dhe ndikon dhe për mirë dhe për keq, pra tek fëmijët. Po gjithmonë prindi duhet ja shpjegoj, prindi duhet jetë gjithmonë pas fëmijës, pra ta kuptoj se fëmija po kërkon një simptom për vete, nuk duhet ta bëj këtë gjë. Pra duhet jetë prindi i pari që të flasi. Pastaj më pas prindi mund të kërkojë ndihmë në një profesionist. Është njësoj sikur ne shkruajmë një gjë që na dhëm dhe na dalin 3-4 materiale që ti mund të kesh këtë, po janë pa përcaktuara. Pra mund të jenë 4 simptoma dhe ti në ato momente vërtet duket vetja sikur je i smur, pra sepse është ajo pjesa e frikës gjithmonë. Edhe prindi me fëmijën është ajo ndjesia që fëmija ndaj prindit nuk duhet ta ketë pra të frikën, se është qenë vogëli që ke ndjetë mbrojtjen e parë me nënën. Dhe prindi duhet përshtatet pra me kohën. Ne në moshën tonë i kishim oraret më të kufizuar, pra s'ka qenë ajo pjesa që nuk na lënin shumë për jashtë, na aktivizonin me kurse, ne sa vinim nga shkolla, prindi gjëja e parë që na bënte çfarë note ke marrë, domethënë ishim. Sot nuk është më kjo? Është zbehur shumë. Pra, ne kur vinim nga shkolla, do tregonim se çfarë lëndësh kishim bërë, nëse do ishim ngritur në mësim, çfarë mësimesh do kishim për nesër, ndërsa sot edhe prindërit janë bërë neglizhues. Pra, për çfarë arsye gjithë mënyra jetesës? Fëmijët vinë nga shkolla, prindit mund t'i çojnë në një after school dhe mendojnë që ajo është zgjidhja perfekte, po duhet ketë edhe një autoritet. Pra, fëmija duhet ketë gjithmonë autoritetin e prindit. Nuk po them një autoritet të theksuar, po them që të jetë në kufi. Pra, nëse fëmija do ketë një autoritet dhe ti do t'i kërkosh gjërat që i duhet, nuk do ketë nevojë që të gabojë në të ardhmen, ose të ndjetë sikur është i smur, ose të ndjetë sikur ka nevojë që të bëjë një gjë që s'duhet bërë. Pra, prindi nuk duhet t'ia lëshoj dorën kurrë fëmijës. Në çdo lloj kohe të tjetë, duhet përshtatet, duhet kërkoj ndihmë. Nëse ti nuk mundesh të kërkosh ndihmë tek një psikolog, psikologu sot është gjatë gjithë kohës në televizor, ti mund të hapësh televizorin, ju diskutoni tema nga më të ndryshmet. Mendon se është kaq e nevojshme, domethënë që për të rritur një fëmijë me patjetër duhet të shikosh një psikologe, duhet të marrësh këshilla. Domethënë mendoj se sot çdo lloj gjë ka ardhur vështirë, domethënë edhe prindërimi sot është shumë e vështirë. Po kohët vinë vështira dhe prindërimi bëhet më i vështirë. Po ai sa i vështirë është dhe i lehtë, se ti ke më shumë informacion. Po ta mendosh kohë më përpara, prindit tanë s'kishin fare informacion. Të bëj krahasimin. Prandaj po them, nëse është dëshira, është dhe zgjidhja. Kjo është e gjitha. Se tani thënë që, unë nuk di ti përdor rrjetet sociale. Atëherë pse ti e lë fëmin tënd të ketë adresa TikToku, Instagrami, kur ti nuk di ti menaxhosh vetë. Pra ti nuk e ke fëmin në kontroll. Nëse ti nuk di ti bësh këto, vëre fëmin të lexoj një libër, çoj një vend ku mund të vizatoj, mund të shpreh dëshirat e tij, mund të bëj një sport. Pra, mund të angazhosh me gjëra të tjera që i nevojiten, nëse nuk e ndjek dot. Pra, nëpërmjet telefonit duhet ta ndjekësh në aktivitete fizike. Pra, nëse prindi do ta gjej gjithmonë kohën për të marrë me fëmin e tij. Qoftë edhe një orë në darkë, pra të krijoj atë autoritetin e duhur,
do t'i vlej shumë. Pra ti nuk mund t'a lësh fëmin të lirë gjatë gjithë ditës dhe nëse ndodh një problem ti thua çfarë ke. Pra këtu ke dështuar në mënyrën e prindërimit. E gjithë mënyra prindërimit duhet të vazhdojë që në vogëli deri në adoleshencë e më pas edhe ne kërkojmë ndihmë prindërve dhe tani që jemi të mëdhej. Pra nëse unë nuk ndihem mirë, do marr nënën ose babain telefon dhe i them kjo më ndodhi, çfarë të bëj, çfarë më këshillon, kam një problem me makinën, do marr babin në telefon. Pra gjithmonë do kemi nevojë, sa do të rritur që ti jemi. Patjetër që po, domethënë prindi dhe fëmia nuk kanë asnjëherë moshë për njëri tjetrin, është ajo lidhja që duhet jetë gjithmonë e pandashme. Ndikon kjo gjë tek fëmijët në lidhje me personalitetin e tyre, se kemi fëmijë që janë hiperaktiv, kemi fëmijë që janë shumë të ndrojtur, kemi fëmijë që nuk i afrohen asnjë lloj personi, mund të jenë edhe 10 vjeç. Domethënë që janë të përgjegjshëm, mund ta them, ose kuptojnë pak më shumë se një grup mosh pak më e vogël. Po normalisht që familja është një faktor, se fëmia në moshë të vogël krijon dhe atë identitetin e tij. Pra, po ti nuk po punove me fëmijën dhe je më afër, normalisht që fëmia do jetë më social. Nëse ti nuk punon dhe lë në një anë, fëmia i shtyp pra ato ndjenjat, i shtypen gjatë gjithë kohës, por ato nuk zhduken dhe ndalin në mënyrat më të këqija në të ardhmen. Edhe kjo është një pasojë. Prandaj, po jo të gjithë familjet dhe të gjithë prindërit pra janë njësoj, se kemi edhe nëna që rrisin fëmijë të vetëm, pra kanë vështirësi, nuk kanë mbështetje. Edhe pjesa e mbështetjes, prandaj edhe psikologu në shkolla është shumë i rëndësishëm. Pra nëse unë jam një nënë e vetme dhe kam nevojë për ndihmë, nuk kam babain që të kujdeset për fëmijën, nuk kam as familjen time, do kërkoj ndihmë te mësuesja, do kërkoj ndihmë te psikologu i shkollës. Pra, ne i ofrojmë këtë ndihmë, pavarësisht se prindit nuk duan vetë ta bëjnë këtë gjë, se psikologu i shkollës është pra një ndihmë. E kanë si shtys fëmijë që të vinë vetë edhe të tregojnë një problem aty bashkë me shokët dhe shoqet e klasës, apo janë të ndrojtur? Zakonisht problemet janë individuale. Nëse kërkojnë të tregojnë një problem të tyre, është individual. Pra, nëse është një problem grupi, e bashkëbisedojmë pra në grup. Nëse ka ndodhur një konflikt, për shembull midis 2-3 personave, e bisedojmë në grup. Po, zakonisht problemet individuale i bisedojmë vetë. Unë kam punuar në shkollë dhe kam trajtuar raste, por jo serioze. Pra, domethënë e shikojnë këtë pjesën që se do shkoj te psikologu do ta zgjidh, më pas nuk merrnin ato gjën që mendonin ato se do merrnin, pra edhe nuk vinin më. Nuk është kthyer akoma në një kulturë, paktën në shkolla. E kanë akoma të ndrojën. Ndrojtjen komplekse, pra është ajo pjesa bullizimit, nëse ti shkon te psikologja të shikon shoku i klasës, ti ke një problem, ta vën në duke. Këto janë, ka shkaqe nga më të ndryshme. Se dhe unë kur kam qenë në klasë të 5 dhe të 6, gjithmonë orën e fundit, një herë në 2 ditë, domethënë bënim takim me psikologin, por askush nga ne nuk fliste. E kishim si frikë, domethënë kush është kjo, që unë t'i tregoj tani këtë, ose për shembull çfarë do thotë mami. Janë ato pasigurisë sepse nuk kishit informacionet, por sot informacioni është shumë i lirë. Pra, ne sot manifestojmë dhe themi gjithë kohës që ti do vish dhe do më tregosh mua problemin, unë do t'jap hapat 1, 2, 3 që të ndihmoj, dhe kur vjen te psikologu është një nënë e dytë, pra askush nuk do marrë vesh pra problemin tënd, që ti je në një problem. Është një rrëfyes modern psikologu. Ti në klinikën tënde ke edhe fëmijë apo jo? Po, trajtoj raste me fëmijë, më shumë rastet me fëmijë të gjendje ankthi, autizëm. Nga vjen pjesa autizmit? Apo është një temë shumë e gjerë? Kjo është një temë tjetër, pastaj që është me shumë pikpyetje, duhet flasin dhe mjek për këtë. Ne i trajtojmë edhe autizmi është në faza të ndryshme, pa kemi që janë autik, kemi që kanë tipare autizmi, pra që mund të ndryshojnë, mund të arrijnë me terapit që bëjnë t'ja dalin, pra të shkruajnë, të lexojnë, janë të ndryshme. Por më shumë që trajtojmë janë gjendja ankthit, hiperaktiviteti, prindrit merren goxha me këtë pjesën e autizmit, edhe në shkolla është një mësues ndihmës pra që i shoqëron gjatë orëve të mësimit, është dhe psikologja e shkollës që merret me planin dhe ndihmën e tyre.
Kemi raste nga më të ndryshmet, por që unë punoj shumë me raste dhe jashtë Shqipërisë. Ndryshojnë problemet e të njëjtit vend me vendin tjetër? Apo pothuajse tek të njëjtat probleme? Problemi mund të jetë i njëjtë, por varet se si serviret. Pra, nëse si e trajton? Patjetër që po. Nëse unë do trajtoj një rast në zyrën time, është edhe pjesa e empatisë, që ku je përballë me një person është ndryshe, pjesa emocioneve, gjëra dhe është ndryshe edhe pjesa e konsultave online. Pra, por duke qenë se flasim për perëndimin, pra janë më të kulturuar dhe nuk mundohen që t'i binë larg për të treguar historinë e tyre. Janë shumë të lirë, pra e kuptojnë që është një problem dhe unë dua të zgjidh këtë lloj problemi. Se ne mundohemi jemi pak të ngurtë. Ndërsa këtu mundohen, për shembull, është e nevojshme të bëjmë 2-3 seanca për të kuptuar thelbin, pra fiks ku është problemi. Po çfarë problemi qëndron? Sepse jemi gjithmonë atë pjesën që duhem t'i fshijmë gjërat, prap dalim prap te maska, domethënë duhem të tregojmë që jemi të fortë, ja dalim. Kështu ka qenë kultura jonë, kështu është trashëguar kjo gjë. Mendoj që në brezat e ardhshëm do jetë më e thjeshtë për të komunikuar me një psikolog ose për të kërkuar ndihmë, sepse sigurisht tani është bërë më publike kjo pjesa e psikologut, edhe në çdo institucion, pra privat dhe shtetëror, ti ke një psikolog, ke një infermiere, ke një mjek, pra i gjen këto shërbime që janë të nevojshme. Kanë klientët frikë nga paragjykimi e psikologës, duke qenë se duan 3 seanca, domethënë për të arritur fiks në problemin kryesor, mos e kanë pak edhe frikë për gjykimin? Nuk është frika e gjykimit, është edhe ajo pjesa emocioneve, pjesa që të mësohesh pra me personin që ke përballë. Nëse arrin dot t'ja marrësh të mirë qenë ato që thot psikologja, pra të provosh dhe veten, është edhe ajo prova me veten ose sprova me veten që a arrin dot, se ne kemi në klinikën tonë dhe njerëz që abuzojnë, pra janë abuzues të drogës, të alkoolit. Kemi raste nga më të ndryshme, pra është edhe një provë pra me veten, sa ti arrin të ndryshosh, edhe se dhe psikologët vend para një përballje që të shikoj atë pjesën e ndryshimit. Po. Si një grua, por dhe si një profesioniste në këtë fushë, ndjen ndonjëherë nevojën për të mbajtur një maskë? Patjetër që po. Nuk ma mërmenja që ka ndonjë vajzë ose grua ose burr mashkull që nuk kanë marrë njëherë maskë në jetën e tij. Është e nevojshme ndonjëherë. Pra, unë nëse kam një problem familjar në darkë në shtëpinë time dhe të nesërmen duhet shkoj mëngjes, duhet ta vesh patjetër atë maskën, edhe në punë të bëj sikur nuk më ka ndodhur asnjë gjë. Ndosa edhe pa vullnetin tim, po jam e detyruar ta bëj. Edhe domethënë maskat nuk janë vetëm dëshirë, po janë edhe forcë, pra imponim. Kështu që e kam mbajtur maskën edhe po tani mendoj që nëse më ndodh diçka dhe nuk e përballoj dot, kam nevojë shumë ta marr pushim. Pra të punoj me veten, e kam shumë të rëndësishme. Po them nëse më ndodh diçka që nuk e përballoj dot, nuk po them për shembull për një konflikt ose një gjë të vogël, se dhe problemet janë të ndryshme. Po nëse më ndodh një gjë për shembull që nuk e përballoj dot, gjëja më e mirë është që të marrësh pak pushim me veten. Sepse edhe maska mund të jetë thjesht si një fasadë, po do ta nxjerrësh atë energjinë e keqe. Sado ta kamuflosh? Sado që të mundohesh pa dashje, pra mund të dalë ajo energjia e keqe. Po meshkujt vin tek një psikologe? Nuk kam pasur shumë raste, dhe rastet që i kam patur kanë qenë të imponuara nga femra, domethënë dikë e ka sjell nëna, dikë tjetër e ka sjell bashkëshortja, pra kanë qenë të imponuar dhe nuk kanë ardhur me dëshirën e tyre dhe nuk është se kam pas ndonjë rezultat ose ndonjë afatgjatësi të madhe për të vazhduar më tej, se kanë qenë të imponuar. Pra, gjërat do dalin prapë te tema jonë që gjërat e imponuara nuk janë afatgjatë. Por i kanë sjellë tek psikologja në ç'kuptim? Për problemet familjare që mund të kenë, për abuzimet që meshkujt mund të bëjnë, se meshkujt janë më të prirur për ndaj abuzimeve. Pra,
ajo kërkon të ndihmë njërë vetë, pastaj tha që nuk jam unë problemi, është bashkëshorti, jam unë të vi bashkëshorti. Edhe kështu. është ai pasimi i fajt. Është ajo pesha që gruaja merr gjithmonë, që është mësuar gjithmonë që ta mbaj mbi supe, të tregoj gjithmonë që është mirë, edhe kur ajo nuk është mirë, duhet jetë gjithmonë mirë për familjen, për fëmijët, për burrin, për prindrit e saj. Ja, kështu është kultura shqiptare. Një mesazh tani për të gjitha femrat, vajzat, adoleshente. Në rast të parë dua të duhem veten siç janë. Në rast të dytë, nëse kanë nevojë të thojnë jo, patjetër që duhet ta thojnë dhe mos jetojnë me këtë brengën që gjithmonë duhet hiqen sikur janë mirë. Ndonjëherë ke nevojë të dalësh shumë thjesht, të dalësh pa lyer, të kapësh ato flokët ashtu rrëmuj, të veshësh një paltuta dhe të dalësh. Domethënë mos ta ndjesh veten atë presionin që duhet dukesh gjithmonë bukur, duhet dukesh gjithmonë perfekte, duhet të jesh gjithmonë mirë, të flasësh gjithmonë mirë. Njeriu ka nevojë për publicitete gjatë gjithë jetës, por që janë shumë të nevojshme. Nëse ti ke marrë publicitet me veten, pastaj ke mbledh një energji super për të vazhduar përpara. Anthi, unë të falenderoj realisht shumë që ishe pjesë e kësaj interviste. Besoj se edhe mesazhet kundrejt femrave ishte një mesazh i fortë, edhe i dobishëm. Shumë faleminderit dhe ju. Faleminderit juve. Kjo është diçka e përgatitur për sot të dashur miq, unë ju falenderoj shumë që na keni ndjekur, gjithashtu ju ftoj të bëni subscribe në kanalin ton të YouTube-it për të na ndjekur të gjitha emisionet tona. Nga unë Negla Sallaku, bashkë të shihemi të dielën tjetër.